Në Washington po mbahet mbledhja inauguruese e Bordit të Paqes, e cila po udhëhiqet nga presidenti amerikan Donald Trump. Pjesëmarrëse është edhe presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani. Gjatë fjalimit të tij, Trump përmendi sërish luftën mes Serbisë dhe Kosovës. Ai thotë se nëse kanë probleme, ta thërrasin atë. Për shumë prej këtyre çështjeve, po marr si shembull Kosovën dhe Serbinë, unë e zgjidha atë. A mund të ngriheni pak në këmbë nëse jeni këtu? Vetëm për një moment. Kosova, Serbia, ngrihuni. Çfarë pune e shkëlqyer. Ju faleminderit shumë, e vlerësojmë. Shumë mirë. Po shkoni shumë mirë me njëri tjetrin, dhe kur nuk shkoni mirë, më telefononi mua dhe do ta zgjidhim. Apo jo, do ta zgjidhim. Faleminderit shumë. Ishin fjalët e Trump. Ndërsa presidentja Osmani i bën me shenjë dhe i thotë se do të thërras. Trump paraprakisht prezantoi secilin nga liderët që po marrin pjesë në mbledhje. Kur prezantoi Vjosa Osmanin, ai u drejtua duke i thënë se po bënte një punë të shkëlqyer.